Mungesa shpresës tek tek qeveria, përse nuk reflektohet tek opozita? Nuk është mungesë shpresë ke qeveria. Shive, janë 3 emocione që komandojnë një popujt në përgjithësi, në rastin tonë, Shqipërinë. 3 emocionet, varësi kush prevalon pastaj shkon mirë dhe shkon keq, janë me drejt një përmendur ty, shpresa, por është dhe frika, por është dhe poshtërimi. Këto janë 3 emocionet e mëdha. Dhe në varësi kush prevalon, se të gjitha janë të pranishme gjithmonë, por varësi kush është më shumë e kush është më pak, shteti ecën përpara ose mbrapa. Në Shqipëri, po ta shihni juve, ekziston frika. Frikë se të heq nga puna, frikë se të sjell tatime tjetri, frikë me të voni like Facebook. I shohim ne këto. Deri këtu ka shkuar? Po, pyetni njerëz, ju jetonin në terren njëjtë si unë. Keni njerëz që thonë kam frikë me të bëj like, na shohin. Nuk ja kërkojmë, patjetër, se s'kemi pse t'i vejmë këto sikletë, nuk ka nevojë fare për like. Mesazhin e receptojnë ato, nuk kemi nevojë neve për like. As për foto, as për koment, as për share, nuk kemi kështu aktivistë. Mjafton vota. Nuk kemi kështu aktivistë neve. Neve duhet kuptojmë që jemi duke folë diçka që është për të gjithë ne, nuk ka lidhje me një parti ose një tjetër. Nuk kam nevojë. Po kjo është është frika. Është frika që del në rrugë dhe s'ke siguri rrugore. Është frika që del në bësh pazar dhe s'ke siguri ushqimore. Është frika që shkon në spital dhe s'ke siguri shëndetësore, se del ajo thotë s'ka analiza, s'ka ilaçe. Këto janë frikrat tona. Është frika që na ikin fëmijët. Frikë është. Pse do të jetoj vetëm? Hiku. Poshtërimi. Ju e ka pak më parë. Po është poshtërimi më patjetër. Çovësh dikë këtu që është gdhë komplet. Që s'ka si shkollim, që s'ka asnjë prejardhje, që s'ka asgjë dhe ky ti merr të gjitha. Të merr çdo gjë më. Çdo gjë, çdo realitet ta ka marrë ky dhe fëmijët e tuaj nuk kanë ku të rriten më nesër. S'kan më hapësira. Nuk kanë më vende ku të punojnë. Që i merr gjitha ky, i vendos gjitha ky. Ju vjen emri së doni, sa i thon oligarkut, sa i thon biznesmenit, sa i thon politikanit, çrëndsi ka. Njerëz që nuk kanë asnjë prejardhje nga ku vijnë dhe nuk kanë asnjë vend ku duan të shkojnë. Thjesht po bëjnë karkalecin e momentit dhe këtë vend po e uzurpojnë dhe po e harxojnë. Këtu merr vlerë shpreh zoti Rama KÇK. Kjo është mund të jetë. Po KÇK është vetë zoti Rama. Se ai është kryetari i shtetit. Ai është ai i cili bën të mundur këto gjëra këtu. Se ai ka dorë për të hiqtë. Është ai kryeminist. Nëse ai do ta bënte punën mirë, do e mbështetësha unë i pari. Pra nëse ne fëmijët tan do i shohim që thon, e di çka? Po duam të rrim Shqipëri. Para se kaloj te Rama. Ishte pozitive. Se e kam pyetje te Rama. Po, dhe ta përfundoj. Dhe shpresa, se duket sikur i bëj bisht fjalës shpresa. Patjetër që shpresa i takon më shumë opozitës për ta ngritur. Diskutohet. Shpresa është gjithmonë tek opozita. Por do kujtoj një diçka dhe është e rëndësishme, jo se është për të justifikuar, po të kuptojmë barrierat. Që ne ishim luftë njerë për ekzistencë. Sepse një vend që është autokraci ose diktaturë nuk do opozit. Kjo është diferenca në fakt nga diktatura totalitare dhe diktatura autoritare. Kjo autoritarja e pranon opozitën pa ai sa do vet. Diktatura totalitare të fuste në burg, pushkatonte, s'letë me fol, nuk jemi aty. Jemi këtu. Kaq sa duan. Dhe del diku në fshat Edi Rama diku para dhe ve me sirolaps kështu ke banaku aty shkon që kaq do dal se kaq duan. Kjo është diktatura autoritare. Ju kujtoni se kjo është për shkak sondazhe, jo, është diktatura autoritare. Ai ka tregu sa duat lënë ty sa kam vet. Këto janë manuale të shkencave politike, i din politologët më mirë se unë. Unë i kam marrë vesh përmes tyre. Por në këtë realitet në radhë parë ne mbjetuam dhe ishim këtë fazë mbijetese. Dhe ishim ndoshta momentet më të këqija tona. Tani që për të ngritur shpresën, patjetër është e nevojshme kjo, patjetër është nevojshme opozita ta ngrijë shpresën, do duhen dhe sinjale të tjera. Pse? Sinjale të tjera ndërkombëtar, po? Ndërkombëtar. Pse? Është një shtet antar i NATO-s. Dhe është një shtet që po bën rrugtimin e vet me ngadalësi, me hopa, me gropa, me pengesa çrëndësika drejt Bashkimit Evropian. Pra ka një orientim të qartë perëndimor. Dakor, dhe ky popull po të votoj sot për Bashkimin Evropian, voton 95% pro. Ne jemi të qartë. Apo jo? Besoj unë ka në 2 sekondë. Madje edhe më shumë po. Dhe politikanët kanë për detyrë të bëjnë ato çfarë duan njerëzit. Duan Bashkimin Evropian, aty duhet të shkojmë. Mirë. Pra nuk jemi një popull i izoluar, një vend i harruar. Ka dhe një interes ndërkombëtar gjeopolitik më të madh se ne. Dhe në këtë aspekt, opozita duhet të punojë me njerëzit, duhet të punojë kundër qeverisë, duhet të punojë me sharmin e vet, duhet të punojë me ndërkombëtarët, ka shumë hulli të ndryshme, duhet të punojë me protestat.
për treguar që ne jemi dakord. Institucione, terren, çdo lloj forme që jemi është brenda etikës dhe ligjit do përdorur nga opozita. Po të jemi shumë të qartë, ama se ku ndodhemi. Pse? Se nëse ndodhemi në xhungël, ne s'mund të themi dot pse s'luajmë ne me rregulla urbane. Nuk jemi në zonë urbane. Jemi në xhungël. Të ka dalë tigri përpara, nuk mund të thosh zoti tigër nuk është etike që të ma hani. O do forcohesh ta mundesh. Me tigrin u bashkuan votat jam në kaluar. O do forcohesh ta mundesh, ndjes të gjitha përfundoj, ose gjeje rrugë tjetër shpëtimi, përndryshe nuk mbijeton. Dhe në fakt ky populli jon nuk po mbijeton, se po largohet. Po mbesim gjithmonë më pak, po lindi gjithmonë më pak fëmijë, po ke gjithmonë më pak martesa, dhe të rinj tan po ikin tash familjarisht për të mos u kthyer më fatkeqësisht sa herë. Ndryshe nga emigracioni i parë që ikishin burra të rinj, ishte kurbet ai, fjala dur ishte kurbet. Shkonin, punonin, sillnin para. Dakor? Tani po ikin familjarisht. Kjo është për të mos u kthy më. Dhe unë nuk të du këto për vendin tim. Atëherë, o neve do e pranojmë një realitet që do kemi kriminal pleq dhe beton këtë vend, ose pranojmë një realitet tjetër, hajde ta bëjmë bashkë, siç mendojmë ne që duhet bërë një vend, por pa injoru rregullat e situatës ku ne ndodhemi.